Sot dua të ngrej një çështje shumë shqetësuese që shpesh herë e kam dhënë këtë foltore. Rrugën e Dugaxhinit. Rruga Dugaxhinit që është një tjetër dëshmi e dështimit qeveritar. Pas rënjeve masive të gurve, të dheut, pra shkatrimi total të saj, të rrugës së Pultit, rrugë e cila lidh edhe dy njësitë të tjera administrative që është Shoshi dhe Shala, sot përballena me një tjetër katastrofë që rrezikon jetën e komunitetit atje. Ura që lidh fshatin Plan në zonën tjetër të Pultit dhe që është në prag shembjeje. Dhe kjo nuk është një rastësi. Kjo është një vazhdimsi e të njëjtit dështim. Të nderuar kolegë, rruga e Dugaxhinit ka pëlsu shëmbje her pas here brenda këtij viti. Miliona euro kanë kalu nga buxheti për rikonstruksionin dhe vetëm me rreshjet e para ajo pëson shkatrim total. Dhe ndërkohë që shohim këto shëmbje të përsëritura, ndërkohë që ura e fshatit Plan po këputet në anësoren e saj, këtu qeveria na dele na thot, ja ku janë investimet për zonat rurale dhe të thedha malore. Jo, zonat e thedha nuk po zhvillohen, vetëm po izolohen dhe po grabiten nga kjo qeveri. Banorët e Pultit dhe të gjithë malësisë së Dugaxhinit nuk kërkojnë asgjë tjetër vetëm atë që i takon me të drejtë, për me punu, për me jetu dhe për me kanë të sigurt në tokën e tyne. Sot nga kjo foltore, denoncoj me forcë keq përdorimin e fondeve publike për këtë rrugë që po shëmbet dita ditës. Kërkoj transparencë për çdo qindark të shpenzume në rrugën e Dugaxhinit. Kërkoj ndërhyrje të menjëhershme për rikthimin në kushtet e lëvizjes të sigurisë së rrugës së Dugaxhinit dhe të urës së Planit, e cila lidh me pjesën tjetër të Pultit banorët, për të siguruar kështu jetët e tyre. Deri kur do të durojnë banorët e Dugaxhinit për këtë investim të munguar, duhet patjetër ndërhyrje emergjente dhe rregullim total i kësaj rruge, ose përndryshe mbani përgjegjësinë që ju takon ndaj pasojave.